Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doktori zbulon të vërtetën, ja çfarë ndodh në trupin tuaj nëse pini ujë me limon çdo ditë. Fillojeni ditën me ujë të ngrohtë dhe limon. Mënyra se si e filloni ditën është tejet e rëndësishme. Nëse je nën, trajner, shkrimtar apo pronar i një biznesi të madh apo të vogël ose edhe mësuese, ajo çka bëni së pari në mëngjes ka një rëndësi shumë të madhe. Sipas filozofisë, zgjedhjet që bën rreth rutinës tuaj ditore ose ndërtojnë rezistencën ndaj sëmundjeve ose shkatërrojnë atë. Nëse mund të gjesh kohë vetëm për një ritual që do të përmirësoj shëndetin, atëherë le të jetë ky. Fillo ditën me një gotë me ujë të ngrohtë dhe lëngë nga një gjysmë limoni. Është aq e thjeshtë sa që dobit janë shumë të mëdha për t'i injoruar. Ujë i ngrohtë me limon dhe dobit shëndetësore. Forconi sistemin tuaj imunitar. Limoni është i pasur me vitaminë C dhe njëkohësisht me potas. Nga ana tjetër, limoni, të gjithë e dim se fal vitaminës C që është shumë e mirë, ndihmon për të luftuar ftohjet dhe njëkohësisht griprat dhe potasa stimulon funksionin e trurit dhe të nervave dhe ndihmon në kontrollin e presionit të gjakut. Balancon nivelet e pH-it. Limoni është me të vërtet një ushqim tejet alkalin. Ata janë acidik në vetvete, po brenda në trupin ton janë alkalin. Acidi citrik nuk krijon aciditet në trup pasi të metabolizohet. Ashtu si ata të cilët ndjekin shëndetin e mirë tregojnë një trup alkalin, vërtet është çelësi drejt shëndetit të mirë. Ndihmon për humbje peshe. Limonët janë gjithashtu të pasur me fibër pektin që ndihmojnë për të luftuar dëshirën për të ngrënë. Nuk do të thuash më, po më hahet diçka. Gjithashtu është parë në disa studime që njerëzit të cilët mbajnë një dietë me alkaline humbin peshë më shpejt, dhe tjetra është se kur e fillon ditën mbar, është më lehtë që të bësh zgjedhjet e duhura më vonë gjatë ditës. Ndihmon tretjen. Uji i ngrohtë shërben për të stimuluar traktin gastrointestinal dhe peristaltis, valët e kontraktimeve të muskujve brenda zorrëve që shërbejnë për të lëvizur gjërat. Limonët janë gjithashtu të pasur me vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në lirimin e toksinave nga trakti i tretjes. Shërben gjithashtu si diuretik natyral. Lëngu i limonit ndihmon në nxjerrjen jashtë të materieve të padëshiruara për shkak se limoni shton urinimin dhe kështu materie toksike lirohen me një shpejtësi dhe me një përqindje më të madhe, duke ndihmuar që trakti juaj urinar të jetë i shëndetshëm. Lëkurë të pastër. Vitamina C ndihmon në zvogëlimin e rrudhave dhe shenjave. Uji me limon largon helmet nga gjaku dhe kjo gjë ndihmon që ju të keni gjithashtu një lëkurë tepër të pastër. Hidraton sistemin tuaj limfatik. Kjo gotë e mjërësisë ndihmon që ta filloni ditën i hidratuar dhe që ndihmon në parandalimin e dehidratimit dhe lodhjes adrenale. Kur trupi juaj dehidratohet apo thellë dehidrohet, që jep plogështi adrenale, nuk mund t'i kryejë të gjitha funksionet e tij dhe kjo shpihen në mbledhjen e helmeve, materieve toksike, stres, kapsllok dhe kështu me radhë. Gjëndrat adrenale janë dy gjëndra që ndodhen mbi veshka dhe së bashku me tiroidën tuaj krijojnë energji. Ato gjithashtu lirojnë hormone të rëndësishme duke përfshirë këtu edhe aldosteronin. Aldosteroni është hormon i liruar nga gjëndrat adrenale që rregullojnë nivelet e ujit dhe koncentrimin e mineraleve si sodiumi në trupin tuaj. Kështu duke ju ndihmuar të jeni hidratuar. Adrenalet janë gjithashtu përgjegjëse për rregullimin e përgjigjes ndaj stresit. Me vetëm adoptim të kësaj praktike të pirjes së ujit të ngrohtë me limon në mëngjes për vetëm një muaj, mundet në mënyrë radikale të ndryshojë përvojën tuaj ditore.
Mos u habisni nëse filloni ta shikoni mëngjesin në një tjetër kënd vështrim. Ashtu siç tham, receta është fare e thjeshtë. Një gotë apo filxhan jo i vluar me ujë të ngrohtë dhe lëng nga gjysma e një limoni. Limoni është një agrume jashtëzakonisht e pasur me vitaminë C, e cila është e domosdoshme për shëndetin dhe paraqitjen e lëkurës. Përfitimet e kësaj vitamine për lëkurën, por edhe për të gjithë organizmin, munden që të merren shumë mirë duke përdorur kurën me ujë të vakët dhe limon. Për këtë kurë mjafton që ju të shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë të ngrohtë dhe ta konsumoni në mëngjes. Lëngu i një kokër limoni përmban më pak se 25 kalori. Të gjithë këto ushqyes ndihmojnë në gjallërimin dhe mirëmbajtjen e sistemit imunitar. Kësaj, organizmi është më ndjeshëm dhe më i mbrojtur nga infeksionet. Për më tepër, limoni ka veti antiseptike dhe është ujë me feta limoni, ai i cili është plotësisht i rekomanduar për njerëzit të cilët vuajnë nga problemet me zemrën. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për përfitimet që ofron pirja çdo ditë e ujit të vakët me limon. Imuniteti dhe infeksionet. Limoni është një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës C, që e mbron trupin pavarësisht mangësive në sistemin imunitar. Limonët gjithashtu janë një burim i shkëlqyer i acidit citrik, kaliumit, kalciumit, fosforit dhe magnezit. Fal këtyre ushqyesve dhe jo vetëm, pirja e ujit të vakët me limon parandalon në rritjen dhe shumimin e baktereve që shkaktojnë sëmundje dhe infeksione. pH-i dhe detoksifikimi. Pirja e ujit të vakët me limon ndihmon në mirëmbajtjen e nivelit të pH-it në organizëm. Nëse e pini këtë lëng në mëngjes, do të përshpejtoni pastrimin e organizmit nga toksinat. Tretja, pirja e rregullt të ujit të ngrohtë me limon ndihmon për rregullimin e tretjes, por edhe prodhimin e lëngjeve biliare. Pirja e këtij uji ndihmon në zbutjen e simptomave të urtit dhe në prodhimin e lëngjeve tretëse. Për më tepër, fibra tek limoni është shumë e mirë për shëndetjen e zorrës së trashë dhe shërben si antibakterial i fuqishëm. Truri, mëlçia dhe lëkura. Përveç ndihmës që ofron kundër të ftorës, uji i vakët me limon ndihmon në rigjenerimin e qelizave nervore. Në rastin e mëlçisë, uji i vakët me limon e forcon atë dhe u jep energji enzimave të mëlçisë. Sa i përket lëkurës, ky lëng natyral parandalon formimin e akneve dhe rrudhave. Ai gjithashtu ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetit të syve dhe i mbron ato. Edhe mjekët janë befasuar nga përfitimet të fuqishme që ofron kjo pije. Për shkak të përfitimeve shëndetësore të limonëve, uji me limon është efektiv për të gjithë shëndetin. Mirëpo, pirja e ujit me limon është vërtet e mirë, por pothuajse të gjithë njerëzit e bëjnë të njëjtin gabim. Nuk përdorin lëvoren e limonit. Sipas shkencëtarëve, lëvorja është aq e dobishme sa vetë frutat. Njerëzit thjesht trydhin limonin dhe hedhin mbetjet, gjë e cila është një gabim i madh dhe në këtë raste, uji me limon nuk ofron të gjitha përfitimet që ai mundet të ofrojë. Për të bërë ujin të përkryer me limon, ju duhet të shkurtoni disa limona në gjysmë, pastaj t'i shtrëngoni ato në një gotë dhe t'i lini bashkë me lëvoren. Mos i hidhni pjesët e mbetura. Tjetër gjë me rëndësi, sipas ekspertëve, uji i ngrohtë me limon mundet që të përmirësojë njëkohësisht edhe tretjen tuaj pothuajse menjëherë, por edhe për të shmangur insulinën e tepërt, e cila mundet të çojë në diabet, por duhet të keni kujdes me limonin që ai të jetë sa më organik për shëndetin. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Mirë po duhet të dini se këto informacione
nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku.